26 gushti, dita e së drejtës së grave për të votuar në Shtetet e Bashkuara. Një betejë e gjatë për të drejtën e votës së grave u fitua kur nëna e një legjislatori të ri i kërkoi atij që të votonte pro votës së grave. E drejta e votës për gratë është propozuar seriozisht në Shtetet e Bashkuara qysh nga korriku i vitit 1848 në Konventën e të drejtave të gruas të organizuar nga Elizabeth Cady në Falls, Seneca, në Stanton dhe nga Lucretia Mott. Një grua që mori pjesë në atë kongres ishte dhe Charlotte Woodward. Ajo ishte 19 vjeçare në atë kohë. Në vitin 1920, kur gratë më së fundi fituan të drejtën e votës në të gjithë kombin, Charlotte Woodward ishte pjesëmarrësja e vetme e konventës së vitit 1848, e cila ishte ende gjallë për të parë se është në gjendje të votojë, edhe pse ajo ishte me sa duket shumë e sëmurë. Ka pasur disa beteja për të drejtën e votimit të grave, të cilat u fituan shtet pas shteti në fillim të shekullit të 20. Alice Paul dhe Partia Kombëtare e Grave filloi duke përdorur taktika radikale për të punuar për të hartuar një amendament federal për të drejtën e votimit në kushtetutë. Ato protestuan përpara shtëpisë së bardhë, organizuan marshime dhe demonstrata të mëdha, madje shkuan edhe në burg. Mijëra gratë të zakonshme morën pjesë në këto marshime. Në vitin 1918, Paul udhëhoqi një marshim prej 8.000 pjesëmarrësish në ditën e inaugurimit të presidentit Woodrow Wilson. Gati gjysmë milioni spektator, 200 të tjerë u plagosën nga duna që shpërtheu. Gjatë inaugurimit të dytë të presidentit Wilson në vitin 1917, Paul udhëhoqi një marshim në shtëpinë e bardhë. Ajo u kundërshtua nga lëvizja e mirë organizuar dhe mirë financuar kundër së drejtës së votës së grave, e cila argumentonte se shumica e grave në të vërtet nuk e duan votën dhe se ato nuk ishin të kualifikuara për të ushtruar atë në çfarëdo lloj mënyre. Gratë përdorën edhe humorin madje si një taktik. Në vitin 1915, shkrimtarja Alice Duer Miller shkroi se gjatë luftës së parë botërore, gratë morën pjesë në punë në fabrikat për të mbështetur luftën, si dhe morën role aktive në luftë më shumë se sa në luftrat e mëparshme. Pas luftës, pati kërkesa të përmbajtura për të drejtën e votës. Shoqata kombëtare e gruas amerikane, kryesuar nga Carrie Chapman Catt, bëri shumë përpjekje për të kujtuar presidentit dhe kongresit që puna dhe lufta e grave duhet të shpërblej me njohjen e parazisë së tyre në politikë. Wilson u përgjigj duke filluar për të mbështetur të drejtën e grave për të votuar. Në një fjalim të 18 shtatorit 1918, ai tha: "Ne jemi bërë partnerët e grave në këtë luftë. Ne duhet të pranojmë se ato janë partnerët edhe të vuajtjes dhe sakrificës dhe të mundimeve, dhe ky nuk është një partneritet i drejtë." Më pak se një vit më vonë, dhoma e përfaqësuesve miratoi me një votim 304 me 90 një amendament të propozuar për ndryshimin e kushtetutës. Dhe drejta e qytetarëve të Shteteve të Bashkuara për të votuar nuk duhet të mohohet ose të pengohet në Shtetet e Bashkuara ose në ndonjë nga shtetet e saj për shkak të seksit. Kongresi përcaktoi legjislacionin e duhur për zbatuar dispozitat e këtij neni dhe me 4 qershor 1919, Senati i Shteteve të Bashkuara miratoi amendamentin me rezultatin 56-25 dhe dërgoi amendamentet përkatëse për shtetet e Illinois, Wisconsin dhe Michiganit, që ishin shtetet e para që miratuan ligjin. Georgia dhe Alabama nxituan, por patën mjaft refuzime. Forcat kundër votimit të grave, ku futeshin burra dhe gra, ishin mirë të organizuara dhe miratimi i amendamentit nuk ishte i lehtë. Kur u arrit që 35 nga 36 shtetet e nevojshme për ndryshimin e ratifikimit të votimit të grave mbërriten në nevojën që një shtet i vetëm si Tennessee ta bënte këtë, në Nashville, Tennessee, forcat kundër së drejtës së grave për të votuar nga gjithë vendi zbritën në qytet. Votimi ishte final dhe ishte planifikuar të mbajë më 18 gusht 1920. Kur një ligjvënës i ri, 24 vjeçari Harry Byrne, që kishte votuar me forcat kundër së drejtës së votës në atë kohë,
vuri re që votimi ishte i barabartë dhe vota e tij kundër do të barazonte votimin në 48 me 48, vendosi të votonte siç i kishte kërkuar nëna e tij në favor të së drejtës së grave për të votuar. Dhe kështu, më 18 gusht 1920, Tennessee u bë shteti i 36 që vendosi për ratifikimin. Por forcat anti-votës së grave përdorën manovra parlamentare për të vonuar, duke u përpjekur për të kthyer mendjen disa prej atyre që votuan pro në anën e grave. Por përfundimisht, taktika e tyre dështoi dhe guvernatori e dërgoi njoftimin e kërkuar për ratifikim në Washington DC. Dhe kështu, me 26 gusht 1920, amendamenti i 19 i Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës u bë ligj dhe femrat mundën të votojnë atë vit në zgjedhjet e vjeshtës, duke u përfshirë kështu në zgjedhjet presidenciale.